Ku mendon se do ta lije përgjegjësinë? Këta njerëz nuk mendojnë, bëhen emocional kur kryejnë këtë vepër penale, persona të cilët janë të përfshirë, le të themi siç është Egli Pashullari, i cili akuzohet të paktën se kishte ngacmuar për çështjen nderi tek bashkëshorten, këto janë informacionet. Si e lexon? Këtu, në këtë rast, duhet që personat e përfshirë të konflikt, duke e përfshirë dhe autorin, duhet i drejtohesh në organet ndjekjes penale. Pra të mos bënin vetgjyqësi, se kjo thelb është një vetgjyqësi. Pra ti ngacmoj një person, mund të jetë gruaja, mund të jetë motra, ti reagon. Këtu përbën veprën penale. Tani duhet parë që e ka paramenduar apo ka nicë një konflikt aty për aty, është çështje që i përket hetimit. Por shqiptarët në çdo rast duhet të vënë lëvizje organet e ndjekjes penale. Pra duhet të funksionojë shteti. Që në parandalim, nëse gruaja e autorit, pra që ka thënë dhe deklarimet që ka dalë në media, thotë disa herë më shqetëson ky njeri, bëj kallëzim penal dhe komisariati është 100 metra, 200 metra afër dhe vepron shteti në raste të tilla. Pra nuk ka vend për vetgjyqësi, sepse dhe personi që bëri atë akt të rënd, që është marrja e jetës të një tjetri, të një personi tjetër, pavarësisht motiveve që janë, përbën një vepër penale të rënd, që është vepër penale e vrasjes, pra do jetë me vrasje, me paramendim, siç e thasha më parë, do ta zgjidh hetimi. Por këta, qoftë gruaja, qoftë ka disa shqetësime të përsëritura, kemi vepër penale përkatëse, drejtohet, sepse çdo kemi diskutuar edhe për veprën e përndjekjes, një person qoftë do të lidhet me një person tjetër, mund të jetë gruaja martuar, beqare, pak rëndësi, kur e shef refuzimin e palës tjetër, që këtu ti do të rriqesh. Nëse ka ngacmime të përsëritura, duhet bësh kallëzim penal në organet e ndjekjes penale, të vesh shtetin lëvizje dhe procedon atëherë. Nëse shteti nuk reagon, atëherë kemi duhet parë situata. Duhet parë situata. Domethënë, nga dhëna që ka dalë media, është pyetur gruaja e autorit, bashkëshortja, janë pyetur dhe familjarët e të ndjerit, dhe pak a shumë ka dalë një konflikt që ka lindur për kjo gruaja ka qenë punojëse në një supermarket aty të zonës, dhe ky ka qenë shkaku i konfliktit. Por duke qenë se çështja në hetim, t'ia lëm hetimit që të bëj kualifikimin e saktë veprës penale, shkruar në bashkëpunim apo jo, është me paramendim, është vrasje, me dashje ka lindur aty për aty, por do jetë hetimi që do ta sqarojë. Por neve i bëjmë ne, domethënë, si media qemi, do duhet bëjmë një edukim publik të që për çdo rast duhet t'i drejtohen organeve ndjekjes penale, vetë shtetin lëvizje. Vjen në këto raste Karanja? Po vjen. Nëse bëhet kallëzim, provohen disa ngacmime të njëpasnjëshme, atëherë është vepra penale e përndjekjes, e cila mund të arrestohet në flagrancë në momentin e ndjekjes fundit, sepse thash pa e paragjykuar, një person mendon të lidhet, por tash në moment që thot has në rezistencën e tjetër, jo vetëm atë, por në çdo lloj rasti, njerëzit i drejtohen me kallëzim në polici, mund të jetë në vendin e punës. Pra edhe në vendin e punës e ngacmon në mënyrë të qëndrueshme, atëherë sa i krijohet tjetër gjendje akti. Atëherë ti nuk justifikohet marrja e jetës tjetrit, por përkundrazi duhet bësh kallëzim penal. Komisariatin 2 mund bësh në prokurori, në drejtori të policisë vendore të Tiranës, pra kudo që shkosh, pra ti mund ta bësh të kallëzim. E shef, ja kemi në rastin konkret, kemi një ngjarje tërë me marrjen e jetës një 31 vjeç, domethënë që nuk ka lidhje nga dhënat që kemi parë në media, nuk ka lidhje me veprimtarinë e mbarshme të këtij qytetari. Pra nuk është se ka mund të ishte shmangur. Mund të ishte shmangur, por janë edhe parandalimi duhet, pra parandalimi qoftë nga qytetarët vetë, por që kur ka informacione për një konflikt mundshëm, duhet të ndërhyjet para se të shkojnë njerëzit që të zgjidhin vetë konfliktet. Duhet ndërhyjë shteti para se të zgjidhin njerëzit. Ne bëjmë edhe raportin e besueshmërisë. Faleminderit Karanja. Është edhe raporti i besueshmërisë drejt vini një shumë mirë edhe procedurë në raste të shumta që ka hetuar. Ka të bëjë do thojë edhe me besueshmërinë, sepse jo pak ngjarje të cilat janë kallëzuar më herët në polici. Janë marrë edhe nga gjykata urdhra mbrojtje për viktimat e pretenduara. Ne kemi parë një reagim të vakët, le të themi, policorë, kemi parë një ekzekutim të urdhrave të gjykatave apo të mbikëqyrjes personave që të themi ishin shenjesa të rrezikshmërisë të kryes së veprës dhe ka ndodhur vrasje. Kemi pasur raste të gjyqtarëve që ndonë se kishte urdhër mbrojtje, u vraha nga bashkëshort. Dhe raste të tjera. Dhe këto prodhojnë për opinionin publik një lloj mosbesimi, një lloj cënimi të besueshmërisë, do thonë, ndoshta policia çfarë do bëjnë ato, s'kan bërë gjë për këtë, s'kan bërë as për atë. Që nuk është mirë faktikisht.
absolutisht. Pra, janë shembuj të cilët nuk ndikojnë pozitivisht, por në besueshmërinë tek qytetarët. Ndonse këtu nuk mund të pretendojmë se trupa e policisë është e përfshirë në këtë produkt mosbesimi. Ne qartë. Mirë, unë do ndaleshim shkurtimisht edhe tek një tjetër çështje, dhe bëhet fjalë pikërisht për një sasi municionesh. Të lutem regjia, më kalo pak me pamje të mbulim të sasive të municionit që janë kapur në zonën e Niklës sërish. Pronari i dyshuar i tyre është Ylli Zalla, i shpallur më herët në kërkim, rreth 3 apo 4 ditë pas ngjarjes së 11 kam përshtypjen në nëntor kur u krye masakra e Rinasit, ku vra Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani. Dhe atje u kapën mina artizanale. Regjia e kemi gati, okej, perfekt, to janë pamjet. Mi kalo pak në plan të madh në qofse mundesh. Sa ti be, okej, këto janë pamjet kur shikojmë forcat operacionale të policisë të cilat shkojnë dhe gjejnë në këtë shtëpi të vjetër, e cila është në pronësi ose shfrytëzoi nga Ylli Zalla. Të paktën këto janë informacione të cilat vijnë zyrtarisht nga ana e policisë dhe janë gjetur 74 kapsola detonator, 19 mbështjellëse, pra sferike C4, 11 kallëpe dinamit, 27 djegore, 3 armë zjarri, krëra, pjesëarmësh, 2 silenciator, 9000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 6 kg lëndë dyshuar kanabis sativa, uniforma policie dhe sende të tjera të kundralishme. U shpallën kërkim, thot shtetasi Ylli Zalla, 49 vjeç, i cili dyshohet si poseduesi i tyre. Mirë, se nisëm pak më herët së bashku Çollaku kur e prekët. Tani, kjo sasi, nuk besoj që është e një koleksionisti. Nuk besoj që është dikush i apasionuar pas armëve, fishekëve dhe dinamitit. Dhe i komisariat policie besoj se të ketë furnizim më pak se sa pamne në materialet që përcollet. Jo është një arsenal ushtarak, jo një individi besoj, që mund të përdoret edhe për qëllime të tjera të shitjes, blerjes të trafikut të armëve. Për grupe strukturuara kriminale. Natyrisht, po është një zonë me background, le themi, të shumë të ngjarjesh, ku dhe ndërhyrjet policore kanë qenë, le themi, të reduktuara, po forcat speciale më tepër raneja, kur kemi pasur persona në kërkim, po vrasje, që nuk mungojnë në këtë histori. Aty trokasin shpesh. Ngjarje me tritol, ka pasur edhe ashtu të përsëritura të shpeshta. Po them është një zonë shumë problematike, me emra jo të paka të kontinenteve kriminal, me autorë ngjarjesh një pasur edhe, pra ka një lloj harmonizim ose një lloj, themi, ngatimi ndryshe, ka edhe element politik të cilët kemi parë të fisit të Raja, që ishin deputet, ishin fëmijët, ishin libët, ndoka, pra është ai trekëndsh të thotë që është kru i fushkryl Lejsh Durrës, është një trekëndsh i tip Bermude, që ka një gjeografi kriminale vërtet problematike, vërtet më shumë të lashe, edhe autorët edhe fshihen, edhe gjenden, pra edhe porositen. Është një vatër shumë e nxehtë, sigurisht, në vëmendje të policisë, të hetimit, të ndëshkimit të autorëve edhe të grupeve, këtu gjithmonë duket sikur prodhimi është më i lartë se sa konsumi. Duket se ndonse databaza, ndonse të thonë dihen më emra, nuk ka Shqipëria është e tillë dhe policia ka informacione të asaj natyre se nuk ka sekrete se kush janë kontingjentet kriminale, kush janë emrat. Të njëjtët persona Çollaku, cilët janë, le të themi, banesat e cilëve u kontrolluan pas masakrës së Rinasit, janë të njëjtët emra përveç njërit, të cilët u janë kontrolluar dhe më herët nga Renea dhe FNSH-ja diku në 2020-2021. Të njëjtët. Po, pikërisht pra, që thamë që gjeografia e emrave, bazat të dhona se kush janë kontingjentet e mundshëm, kush janë personat e dyshuar për vepra të mëparshme apo, le themi, aktuale, policia nuk ka mosdjeni se kush janë emrat që mund të prodhojnë gjërat, emrat që merren me trafik armësh, me trafik droge, me vrasje, sepse trafiket prodhojnë më në fund edhe ekzekutime, prishjet e pazarëve sjellin ngjarje sa në mënyrë. Grupet kriminale shpeshherë bashkëpunojnë edhe bashkërisht ndaj duket sikur në si kampionat futbolli ku vjen kundër njëri tjetër grupe të ndryshme, bashkëpunojnë, këmbejnë vrasës, këmbejnë siç ai tregoi Sky CC. Sigurisht ka, po, siç kanë treguar dhe Sky CC, domethënë ishte produktet e përgjimeve të Sky Ankros. Ka çuditëra aty, sigurisht se këtu është, nuk mund ngelen pa thënë që këtu kemi që lidhje me prokuror, me gjykatës, me oficer policie, ka një lloj trekëndshi edhe grupet kriminale, të cilët kjo vjen edhe krijon një oazë qetësie atje
mos kontrolli, mos dëshkimi, mos arrestimi, për ashtuar raste kur ngjarjet janë pastaj me partnerët huaj që vinë ata, vinë belgët, vinë gjermanët, vinë italianët, dhe kur shkon ekipet apo spanjollët, kur shkojnë bashkërisht ata, atëherë dhe policia e është detyruar të shkojë si lopas pas litarit. Se më bëri çudi, se domethënë të kapet një armatim ose municione të tilla, siç ndodhi në rastin e Yllit Zallës, vetëm 3 apo 4 ditë pas masakrës së Rinasit. Domethënë, përse do duhet kapet mbasi ndodhin ngjarje kriminale, se kthehemi sërish tek parandalimi, tek çështja e parë, domethënë. Kreja e zonës ndodh pastaj dyshimet e mundshme adresa pikërisht këto emra që ata i kanë në kompjuterat e tyre, shkojnë për këto banesa, për këto lagje dhe bëjnë kontrolle, pastaj aty do gjesh patjetër diçka u shtëpi. O do gjesh drog, o do gjesh mina me telekomandë, o do gjesh kallash dhe armë tjera të jashtëligjshme, sigurisht jashtë. Aty lënë të parë ka sa duash, pastaj ti çosh laborator, bësh ekspertiza, jo ka lidhje me vrasje, lidhet me vrasje të tjera. Fillojnë ekspertizat dalin si dihet se sa qitës do gjejmë në ato gishtat e armëve. Ne qartë, faleminderit Çollaku. Karanja, siç e tha, nuk është koleksionist. Besoj që ky diku i ka shitur këto. Se të mbash të lloj sasie municioni. Ka dhe kosto. Kanë dhe kosto. Ka dhe kosto, mirë mbajtja këty ose mbajtja këtyre ka kosto sepse do e blerja edhe sigurimi i tyre është një vështirë. Edhe sigurimi mbajtja e tyre se nuk mund mbahet në vende të lagështa se prishën. Edhe servisi kushton. Edhe mbajtja për shembull e lëndës plase, sidomos lënda plase, se këto armët me fitilje, ndes. Edhe armët në vetvete duhet lënë vendet thata, sepse mund të ketë probleme me oksidimin. Kurse për sa i përket lëndës plase, nëse merr ujë, domethënë siç është shpreha, nuk shkret. Tu lag barutit. Kallashët e rina si njeriu bllokuan nga ata. Shumë persona, edhe shumë politikanë që është lag barutit dhe s'bën dot qitje. Po. Edhe ka kosto. Pra, po ti vërsh këto ka kosto. Personi ka pasur informacion të mëparshëm, në vitin 2014 ka qenë një arrestuar për të njëjtën vepër, pra për vepra penale që lidhen me lëndët plase, nga dhënat që kemi parë në media. Pra ka pas policia informacion për mbajtje dhe ka shkuar në një moment që është gjetur një sasi e madhe armësh. Dhe po të vesh edhe fishekët që janë të sekuestruar janë kalibre të ndryshëm. Këto kalibre 9 për shembull, kaliber të madh, domethënë që përdoret për duhet si për mitraloz. 7.62. Jo, këto janë 7. Kjo është e karabinës Simonova. Ato janë të mitralozit 12.7. 12.7, pra 12.7. Po, ke veshje policie, si supermarket duhet. Ke veshje policie, ke ushtarake. E rroba ushtarake. Ajo ishte e një skuadre, më duket ajo kapele. Ishte e Bayernit Muniu. Mund të ketë. Ska qenë tifoz. E afron kjo ka diçka që mund ta lidhë me masakrën e Rinasit, mund të lidhen dyshimet, si ish prokuror Karanja? Informacionet, kur bëhet një kontroll, domethënë informacioni që mund të ketë armë, tash i varet nga informacioni, vjen apo jo, është informacion policor. Mendoj që nuk ka lidhje drejt për drejt. Nuk ka lidhje drejt për drejt. Nuk ka lidhje, thjesht mbahet armë në një banesë, pra duhet ta kapim pak thjesht. Ky person ka informacion para, është precedent këtë fushë edhe e ka bërë edhe më parë këtë. Po, ka dyshime, është kontingjent, është gjetur. Tani ka lidhje apo s'ka? Do parë gjatë timit. Duhet parë, por me kaq dhëna sa kemi parë, domethënë një kontingjent pra që ka mbajtur armë mban prap në banesë, ose mund të jetë një person tjetër. Ja ka lënë shtëpinë një personi tjetër. Mund të jetë depoja e disa personave, magazinimi. Ndoshta ky person që shpan kërkim s'ka lidhje fare. Thotë unë shtëpinë kam çu me gjëra, pra duhet parë, por numri i armëve që gjetur atë, edhe janë armë të vjetra, mund të themi që edhe armë vjetra, por ke një koleksion shumë madh. C4 është diçka që është 3 ton, domethënë po të kemi po ti vëmë re që mund të përdoret për ngjarje për gjëra atë. Mjet komunikimi. Edhe mjetet e komunikimit. 2013-2014 besoj, ajo periudha që kanë qenë duke zëvendësuar mallin mbase kanë azësuar të vjetrin dhe kanë furnizuar sërish. Me të ri, po. Shpërthime territori të përditshme. Okej, do duhet parë. Është përdoret pas atë kadrë ndryshme makina një sasie të lartë armësh dhe municioni është arritje. Pa se mund të përdoreshin në tarë në ngjarje kriminale. Pra është një mund të themi që është diçka pozitive, është punë e mirë e policisë që ka shkuar sepse nuk është thjesht një kontroll, është mbajtje procesi bart që nuk është gjetur asnjë stend i palishëm, por konstatohet dhe plani masave që është marrë, po të kemi parasysh që po shohim dhe rrethimi i zonës së gjithë. Pra kemi bërë një punë të organizuar të policisë, është kapur
sendet e palishme dhe nuk ka as i pasoj kuptimin, as i para gjithë koha është punuar edhe me informacion të është punuar me me informator është kjo se dikush e dinte. Dikush e dinte, pra janë kapur shumë marrë, do thonë janë kapur shumë marrë, dhe sidomos lëndët plase që janë shumë C4, ka një fuqi shumë të fortë plase. Kjo është diçka pozitive për do ta zgjidhë timin, nëse është ky person që ka lidhje, mund të jetë një tjetër, është çu shtëpia me qira, e kundër shtëpia, pra do verifikohet. E timet pra prake thonë që përket Yllizallës, se diçka ka verifikuar policia, por deri në fund të shohim që të ketë diçka zyrtare që të mos kemi dhe të jemi të qartë për publikun, mund të jetë tjetër. Sigurisht, por sasi të tilla, faleminderit Karanxha, sigurisht sasi të tilla është shumë mirë që kapen, por janë shqetësuese, nuk duhen kapur vetëm kur ka ngjarje kriminale apo që dyshohet. Do të jetë një punë e vazhdueshme me informacione të ndryshme, operative e tjera me radhë që të vijnë përpara përgjegjësisë. Ne do ndalemi tek një tjetër çështje. Ajo se çfarë ndodhi në protestën organizuar nga Partia Demokratike. Policia e Tiranës pas marrjes së njoftimit nga le të themi nga struktura e kësaj partie, tha që për shkak të incidenteve të ndodhura në 2 protestat e fundit të organizuara nga PD-ja, nuk e marrin përsipër, le të themi, organizimin apo mbarvajtjen e kësaj proteste. Por megjithatë, thoshte Policia e Tiranës, për shkak të ligjit për tubimin, do të nxirren, le të themi, trupat policore dhe të bllokohen rrugët. Unë nuk do doja të ndaleshim fare sot te konteksti përse Partia Demokratike po proteston, por do doja të ndalesh tek mënyra se si është organizuar. Le të themi pozicionimi i policisë në raport me protestuesit dhe deputetët apo protestuesit në raport me institucionet e vendit edhe trupave të policisë. Të lutem regjia, më kalo pak me 2 momentet, me ato 2 insertet, i ndjekim pak momenti kur goditet një person brapa koke dhe momenti kur deputetët shtyn 2 persona të dyshuar si punonjës policie. E policisë, po që policisë. Spion mu. Mirë, jemi rikthyer. Çollaku do nisim së bashku personi i cili po ta shohim edhe këtu në ekranin mbrapa, shohim që rrëzohet. Kam përshtypjen përsëri dhe ja momenti dhe me të kuqe e godasin mbrapa me nga ato plumba plastik. Un kam përshtypjen është nga ato pretat e gazit lotësjellës. Me shoh se ajo shpërthen. Tani nuk e di se cila ishte rrezikshmëria e personit që ishte në mes rrugës aty, se si kanoste parlamenti, si kanoste policinë, pra çfarë rrezikshmërie publike për vende shoqërore apo penale për punonjësit e policisë, të cilët besoj kanë qenë së mbyllur. Pra nuk është kjo sjellja proporcionale e kërkuar ndaj një individi, edhe s'ka asnjë se është një individ vetëm. Është nuk janë 30.000 vetë që po i sulën policisë dhe ata kanë humbur të ruan dhe vetëm qelloj. Është shumë e rëndë kjo goditja. Përveç kësaj rasti është rasti i goditjes së një zonje me plumb plastik në ballë. Ai kandidates për deputetet Partisë Demokratike në Shkodër. Nga Shkodra, po. Po kishte një shenjë në ballë, në anën e majt. Pra ata janë goditje të cilët në pjesën e pasme të kokës mund shkaktojnë edhe probleme shumë serioze. Për ato që qëllon, për ato që goditet. Dhe unë kujtoj
më bën habi se si ne kemi ministrat më të zonën që në deklaratat e deri tanishme Rama në fakt e ka emëruar për adresat atë për kjo del nga hera dhe si minister e brendshme. Kur u vra gjyqtari Kalaja te gjykata e apelit dhe policia nuk ka të bëjë me sigurinë e godinës. Dhe këtu që thotë nuk ju kemi dhënë lejën. Si mund të merr populli leje për dalë protestë? Populli është aksioner i gjithë pasurisë publike. Edhe vendimi kushtetues ka të përcaktuar ato që vetëm njoftohesh. Pra, mënyra e sjelljes agresive të oficerit policisë për të mbritur tek element kulmor kur hodhën gazet e brenda xhamisë, pikërisht muajin e Ramazanit, ku besimtarët ishin duke u falur, pra është një lloj